Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahu jalla wa ala falenderojm. Salavatet dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Nëse ju kujtohet ligjëratën e kaluar vëllezër, kemi bën një hyrje se i përket fillimit të vitit të 8 të hijretit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wassalam dhe përmendëm disa prej ndodhive më të rëndësishme të vitit 8. Dhe ky vit realisht simbolizon një kthes të madhe në rrjedhat të cilat do të ndodhin këto 2-3 vjetët e ardhshme të jetës së pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, sepse ne jemi të fol për atë pjesën përfundimtare të misionit të Muhamedit alayhi salatu wasallam si pejgamber. Për këtë shkak ju e dini që Omeri radiallahu ta'ala anhu një ditë prej ditëve ishte në mexhlis me kibaru Quraysh. Kur thuhet kjo në sire, me të mëdhejt e Qurayshve ka për qëllim me njerëzit e mëdhej, do me thonë me njerëzit e Qurayshve të cilët herët e patën pranuar Islamin. Dhe pastaj Omeri radiallahu ta'ala anhu i pyeti ata çfarë mendoni për surën Idha jaa nasrullahi wal fath, kur të vjen ndihma e Allahut edhe çlirimi. Wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dhe kur ti shihni njerëzit tu hyn fe grupe, turma. Edhe secili prej tyre e dha mendimin e tij rreth kuptimit të këtyre ajeteve të surës Idha jaa nasrullahi wal fath. Po në mesin atyre ishte një djalosh i ri, emri së cilit ishte Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, dhe Omeri e kishte shoqëruar me vete në mexhlis të burrave, në mexhlis të dietarëve, jo burrave të rëndomt. Pastaj i tha Ibn Abbasit, po çka mendon ti o Abdullah rreth këtyre fjalëve të Allahu xhella xhelaluhu? I tha Abdullahu, kjo është isharet prej Allahut për të dërguarin e tij se jeta e tij është ka fundi, se misioni i tij është më në përfundim. Nga viti i 8 i hijretit deri në vdekjen e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, këto 2 vjet e diçka simbolizojnë fundin ose përfundimin e misionit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Me fjalë tjera, atë që e ke dëgjuar në betejën e Hendekut, atë që e ke dëgjuar ditët e para në Mekë, kur i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam ju thoshte sahabeve që ky din do të hinë çdo cep të kësaj dynjaje. Atë që e ke dëgjuar nga premtimit e Allahut dhe dërguarit të tij alayhi salatu wasalam, se do shtirohet Kutsi, do të bien Bizanta dhe Persia, të gjitha këto do të realizohen në fund të jetës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe në çerek shekullin e parë pas vdekjes së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Me fjalë tjera, asnjë periudhë prej periudhave të jetës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk është periudhë rehatisë, edhe qetësisë, edhe gjumit. Dhe Allahu xhella xhelalu ja tërheq vërejtjen të dërguarit të tij alayhi salatu wasalam në surën Inshirah, kur i thot Allahu xhella wa ala alam nashrah laka sadrak, a nuk ta zgjeruam ne ty gjoksin. E Allahu ja përmend disa të mira të cilat Allahu xhella xhelalu i ja pa dhënë pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në fund i thot Allahu xhella xhelalu, dhe kur ta mbarosh një punë, vazhdo me tjetrën më një herë. Nuk ka të ndalme. Mbaron njëra, vazhdon tjetra. Mbaron njëra, vazhdon tjetra. Kështu nëse njeriu dëshiron që të fiton diçka në këtë dynja, dhe sidomos nëse dëshiron të fiton në këtë dynja dhe në ahiret, me dojmos lodhje dhe mund dhe sakrificë dhe punë. Përndryshe, Allahu xhella xhelaluhu nuk lëshon bereqet në atë punë e cila bëhet shumë për një herë dhe ndalet krejtësisht. Për këtë shkak tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, vepra më e dashur tek Allahu është ajo që bëhet në vazhdimsi, edhe nëse është pak, ama në vazhdimsi bëhet, kjo është bereqetli. Dhe kur e pyetën Aisha radhiyallahu anha si ishte stili i vepruarit pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, tha kana amruhu dima, veprimi i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte vazhdimsi, disiplinë e vazhdueshme, jo e sheh me një interval kohor, punon shumë dhe pastaj 7 muaj nuk është askundi. Kjo nuk është jeta e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Çdo ditë angazhim me diçka, çdo pjesë të ditës angazhim me diçka e cila është
e dobishme për dynjan ose për ahiretin e tij. Kështu që në fillim të vitit të 8 të hijretit, ne përmendëm disa rrafshe në aspekt të legjislacionit, disa aspekte në aspekt të jetës private të pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, në fillim të vitit 8 hijretit i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam do të dërgon disa ekspedita ushtarake. Dhe si rikujtim të asaj që e kemi përmend, në jetëshkrimin e pejgamberit Allahu sallallahu alajhi wasallam ekzistojnë dy koncepte. Në gjuhën arabe i thon serije dhe i thon ghazwe. Serije është ekspeditë ushtarake që e dërgon i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, por ai nuk merr pjesë në të. Mund të jetë e përbërë një njësit prej 5 burrave, 10 burrave, deri 200-300-500 burra. Dhe ghazwe, betej, është njësit ushtarak në të cilin merrte pjesë i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, dhe ai e kishte komandën për mbi këtë njësit. Dhe në përgjithësi përbëj nga një numër më i madh i ushtarëve. E i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam vitin e 8 do të dërgon disa ekspedita. Disa të përbëra nga 10 burra deri 25 burra dhe një e përbër prej 200 burra. Dhe këto 200 burra do t'i dërgon i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam në rrethinën e vendit që quhej Fedek, dhe Fedeku ne e kena përmend. Dhe tham që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam dërgoi atje një ekspedit, burrat e së cilës u vran, shumica prej tyre u vran. Dhe shpëtuan disa prej tyre dhe u strehuan tek hebrejt që jetonin përreth Fedekut. E këto 200 burra shkojnë në shpëtim të kësaj ekspedite, e cila shumica e së cilëve ishte vrarë atje. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam do të dërgon Ghalib ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu tek një pjesë, tek disa prej arabëve, dhe qëllimi ishte sigurimi i lëvizjes së udhëtarëve mes Medinës dhe Mekës, realisht jugut, dhe mes Medinës dhe veriut gjithësisht Shamit. Qëllimi ishte sigurohet rruga që udhëtarët lirshëm të udhtojnë në këtë rajon. Kështu që do të dërgon ekspeditën e parë me 10 burra, ekspeditën e dytë njëjtë me Ghalib ibn Abdillah në krye të 200 burrave në Fedek, pastaj do të dërgon 24-5 burra dhe në fund do të dërgon një ekspeditë vogël tek një fis prej fiseve arabe, të cilët përbënin një lloj kërcënimi ndaj Medinës. Kështu që do të dërgon i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam këto 15 burrat, megjithatë të gjithë do të vriten përpos njërit prej tyre, i cili do të sjell lajmin tek i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam që e gjithë ekspedita, do me thanë, ka dështuar dhe të gjithë këto sahabe janë vrarë në këtë ekspeditë. Sepse ne kur lexojmë si përfaqësisht siren, si kur lexojmë një rrëfim idealist se ky është pejgamberi Allahut, e Allahu xhella xhelalu i pat ndihmuar me gjithë format e ndihmesës, dhe sa herë që kish diçka rreziku ngritej për shkak të bereqetit të prezencës së pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam, kështu me radhë. Jo, nuk është ashtu. Nuk funksionon kjo dynja kështu. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam treguam që ishte njeriu më i sprovuar. Dhe prej sprovave të tija ishte humbja e këtyre shokëve, të cilët ai i dërgonte në për këto vende. Në muajin Xumadel Ula, të njëjtit vit, të vitit të 8, do të organizohet një ndër ushtrit më të mëdha të cilat i kishte organizuar Medinja deri në atë kohë. Edhe atë për dërgesë tek një vend që ishte diku 1000 e diçka kilometre larg Medinës. Kjo është vendi më i largët që kishin udhëtuar sahabet ndonjëherë për të luftuar ndonjë armik. Organizimi do të vjen si pasojë i vrasjes së një të dërguarit të pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam tek emiri i asaj kohe të Busras. Busra është një qytet në Sirinë e sotme ose në Shamin e asaj kohe. Aleikum selam. E i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam do të dërgon një ambasador atje. Kështu që një prej prijësve të arabëve, të cilët ishin qendër servile e Herakleut ose Cezarit të asaj kohe të Bizantës, do të merr këtë dërguarin e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam dhe do ta ekzekutoj përpara të gjithëve. Ky sahabe ishte El Harith ibn Umair El Azdi radhiyallahu ta'ala anhu. Kështu që pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam do ta dërgoj. Mirë po do të vjen lajmi që janë thyr konventat të cilat ishin të njohura mes arabëve në atë kohë dhe mes popujve se nuk vritet ambasadori ose i dërguari. Madje pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam na tregon për këtë ligj ndërkombëtar. Vin dy të dërguar nga Musailem el Kedhab. Musailemen e keni ndajtë ndonjëherë? Kush është Musaileme?
E ka shpall veten si pejgamber në fund të jetës së pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë nga fisi Banu Hanife në Nejd. Edhe ai e shpall vitin pejgamber dhe thot ju keni pejgamberin tuaj, ne e pranojmë pejgamberin e njeriu tuaj, ama edhe ju duhet ta pranoni pejgamberin e njeriu ton. Se neve na duhet një pejgamber. Kështu që Musaileme el-Kedhab, Musaileme gënjeshtari. Edhe ai do të dërgon dy të dërguar tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, Muhammed, ne e pranojmë pejgamberin tënde, po edhe ti duhet ta pranojsh pejgamberin ton. Çka? Ne nuk e mohojmë pejgamberin tënde. Po duhet pikana jot pak. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po i thot atyre, po ju dy çka thoni? Domethënë juve ju pa dërguar Musaileme. Ju e keni të njëjtin mendim si ai? Ata thonë, ne themi sikur se thot Musaileme. Domethënë edhe ai është pejgamberi Allahu. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, mos ishte ndalesa për t'i vrarë të dërguarit, u kisha vrarë të dyve. Mirë, po ka ndalesë, ka ligj. Këtë ligj e shkel ky emiri i arabëve të Shamit në asaj kohë, dhe i cili ishte emiri i vendosur nga ana e Herakleut, Cezarit të Bizantës. E vret të dërguarin e Allahut, këtë sahabi radiallahu ta'ala anhu, dhe vjen lajmi tek pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur vjen lajmi tek pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam, ai del dhe i lajmëron sahabët se neve na është vrarë një ambasador. E du pak ndalëm të që kjo vlezër. Në vitin e 8 të hijretit Medinja ishte shtet sapo i formuar, domethënë ai ishte formuar më herët, mirë po tash ky shtet ngritet në kam. Ai i cili u ka vrarë ambasadorin, kush është? Është njeri i cili përfaqëson Herakleun, nuk përfaqëson fiset arabe, se këta njerëz ishin servil të kujt? Të Herakleut. Ata zbatonin politikat dhe vendimet e Herakleut. Kështu që ai vret të dërguarin e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe në mënyrë automatike kjo i vjen se këto i shpallin luftë pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë tjera, ai i cili po të shpall luftë është kush? Është Bizanta. Ky udhëheqës i Bizantës, i cili para pak kohë kishte pranuar letrën e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe kishte kthyer Dihya ibn Khalif el-Kelbi radiallahu ta'ala anhu me dhurata dhe i kishte thënë atij që un jam musliman. Mirë po pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam përgënjeshtroi pretendimin e tij dhe tha kedheba aduullahi laysa bimuslim. Ka gënjur armiku i Allahut, nuk është musliman. Ky do ta përkrah këtë emir të arabëve dhe do të del në luftë kundër muslimanëve. Ky shtet i sapo formuar tash duhet të del në luftë kundër një perandorie e cila me qindra vite, me shumë shekuj është në atë territor. E cila e ka ndajt dynjan në dy pjesë me një perandori kojshi të tyre, është perandoria persiane. Duke mos e ditë se fillimi i shkatrimit të perandorisë të tij do të jetë në duart e këtyre të cilët do të dalin në luftë kundër tij këtë herë. E i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e din rrezikun e dërgimit të kësaj ushtrie megjithatë. I nxit sahabët dhe mlidhen 3000 ushtar për të dërguar, për të dalë jashtë Medinës për ta luftuar këtë udhëheqës të arabëve, i cili do të përkrahet nga ana e Bizantës, mirë po me diturinë e muslimanëve. Nuk e dinin ata se numri i arabëve që do të mlidhen kundër tyre, pastaj numri i Bizantëve të cilët do të vinë si ndihmim i këtyre arabëve, do të arrijë 200.000 ushtar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam do të tubon 3000 ushtar. Kjo është maksimumi që është tubuar një ushtri që del jashtë Medinës. Në betejën e Hendekut kishte numër të madh. Megjithatë, për dal jashtë Medinës 3000 burra në atë kohë ishte pa paramendueshme. Këtë mlidhen 3000 burra dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam vendos komandën tek sahabët dhe ai nuk del. Kështu që vendos njerëzit më të dashur tek ai alaihi salatu wasallam për dalë dhe për të marrë hakun e këtij të dërguari, të cilin e kishte vrarë ky emiri i arabëve. Pejgamberi Allahut alaihi salatu wasalam zgjedh 3 njerëz të cilët do ta udhëheqin ushtrinë në këtë betejë. I pari prej tyre është kush? Zeid ibn Haritha. Dhe ne tham që Zeidi është çfarë? Njeriu që më shumë i ka udhëhequr ekspeditat ushtarake të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj tha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: ju keni në komandën tuaj Zeid ibn Haritha, dhe Zeidi sa për informat, për ata që nuk e din, ishte
i adoptuari, djali i adoptuari pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam. Ati i thonin Zeid ibn Muhammed, Zeidi i biri Muhammedit alayhi salatu wasalam. Kështu që do të dërgon Zeid ibn Harithen. Pastaj tha nëse vritet Zeidi, komandanti juaj do të jetë Ja'far ibn Abi Talib. Ja'far para një viti nuk kishte një vjet si është kthy nga Etiopia. Nuk i shbon një vjet në Medinë. E Ja'far po i thot të dërguarit Allahut alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, nuk kisha qejf që Zeidi të jetë komandanti im. Për shkak se Zeidi ka qenë në familjen e tyre, në familjen e Xhaferit dhe pejgamberit Allahut alayhi salatu wasalam, e thot nuk kisha qejf që Zeidi të jetë komandanti im, do me thonë, mos ka ardhur koha që unë të jem komandant e Zeidi të vjen pas meje, se unë s'kam qenë në asnjë luftë. E Zeidi ka udhëheq shumë betejë. E i thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, vazhdo dhe mbështet ju Allahut se nuk e dish ku është hajri. Do me thonë Zeidi është i pari. Pastaj thot nëse vritet Zeidi, është Ja'far ibn Abi Talib. Dhe nëse vritet Ja'far ibn Abi Talib, është kush? Abdullah ibn Rawaha, ndryshe i njohur si poeti i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj komanda do të vendoset në duart të 3 personave, nëse njëri shkon vjen tjetri, nëse tjetri shkon vjen i treti. Do me thonë Zeidi, pastaj Ja'fari, pastaj Abdullahu radhiyallahu ta'ala anhum ejma'in. Këto sahabe do të jenë në krye të një ushtrie për 3000 vetëve. Mirë, po për dallim nga ushtritë së kaluarës, në këtë ushtri tash kanë disa prej burrave të Qurayshve të cilët para pak një kohë kishin pranuar Islamin, sikurse Khalid ibn al-Walidi dhe Amr ibn Asi dhe burra tjetër të Qurayshve të cilët tashmë forcojnë ushtrinë e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur mlidhet ushtria prej këtyre 3000 vetave, kuptohet që banorët e Medinës do dalin për cjellje. Ata e dinë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk del në betejë, megjithatë ato 3000 burra janë bijtë ton, janë vëllezërit ton, janë prindët ton. Kështu që i gjithë qyteti do të del që ti përcjell ushtrinë e tyre për në këtë betejë. Thamne që destinacioni i betejës ose destinacioni i ushtrisë ishte toka e Shamit. Megjithatë rrethanat të cilat do ta përcaktojnë vendin e betejës nuk ishin të ditura nga ana e muslimanëve prej Medine. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i urdhnon ata që të shkojnë tek vendi ku është vrarë ambasadori i pejgamberit Allahut alaihi salatu wasallam. Por ama rrethanat në terren do ta bëjnë që muslimanët të tërhiqen në një fushë në të cilën kishte një fshat që quhej Mu'te. Ky fshat është sot e kësaj dite ekziston në Jordaninë e sotme dhe është në largësi dikundi prej 1000 kilometre nga qyteti i dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që ushtria do të niset nga Medinja në largësi prej 1000 kilometre me 3000 burra, me përgatitje shumë të dobët që të marrin hakun e një vllau të tyre, një muslimani i cili është vrarë pa hak, i cili ishte i dërguari i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjadaljes së tyre, një ndër personazhet më të theksuar në gjithë këtë lëvizje në Medinë do të jetë poeti i pejgamberit Allahut alaihi salatu wasalam, Abdullah ibn Rawaha. Andaj ibn Rawaha është transmetuar që ndaljen e tyre nga Medinja fillon të qaj. Edhe pse ibn Rawaha ishte i njohur për trimërinë e tij, megjithatë, kur njeriu fillon të qaj dhe është u shku në betejë, ky ja qan se i dhimbsen fëmijë dhe gruaja, ja qan se friksohet pse shkon në luftë. Andaj i than ibn Rawaha, pse po qan? Tha nuk po qaj nga frika armikut, as nga mallëngjimi për ju. Do me tha nuk është as ajo çka e mendoni, as kjo tjetra, po ka diçka tjetër. Tha dëgjova të dërguarin e Allahut alaihi salatu wassalam, duke lexuar fjalën e Allahu xhalla xjalaluhu, wa in minkum illa wariduha, kana dhalika kana ala rabbika hatman maqdiya. Thot Allahu xhalla wa ala, wa in minkum illa wariduha, dhe çdo kush prej jush për mbi të ose në të do të kaloj. Për çka flitet? Për xhehenemin. Dhe çdo kush prej jush në për të do të kaloj. Ibn Rawaha filloi qaj dhe tha, qaj se nuk e di kur të hyjnë të, si të dalë dhe si të shpëtoj prej saj. Prej xhehenemit do me tha. Kur të hyjnë zjarr, si të dalë dhe si të shpëtoj. Jo nga armiku, jo nga mallëngjimi për ju, po dëgjova pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke lexuar këtë ajet. Si me thon,
Shkova në namaz dhe dëgjova imamin duke lexuar këtë ajet dhe ky ajet më emocionoi dhe ky ajet mbani të mendoj. Wa in minkum illa wariduha, dhe çdo kush për jush do të kalojë nëpër to ose përmbi të. Ka për qëllim kalimin e besimtarit përmbi urën e Siratit, sa ajo është urë që kalon përmes mesit të xhehenemit. Andaj çdo kush mendoj mos që të kaloj përmes kësaj ure. E Ibn Rawaha filloi të qaj nga kuptimi madhështor i kësaj fjale të Allahu xhallahu ala. Më pas muslimanët i thanë: Allahu qoftë me ju dhe Allahu ju ruaj, do me thënë juve si ushtri, dhe Abdullah ibn Rawaha po i thur disa vargje dhe po ju thot muslimanëve. Walakin, ai thot kështu: Lakinni as'alu ar-Rahmane maghfirah, por ama unë lypi prej Allahut ose kërkoj prej Allahut magfiret, falje. Wa darbatan dhata farghin taqthifu az-zabada, thot dhe lus Allahun që armiku kur të mbjen me një fuqi të madhe. Do me thënë nëse kum hin luft, du që rënja armikut ndaj meje të jesë e fortë. Vazhdon dhe thur, thotë radhiyallahu ta'ala anhu, ose një shpim me dorën e një luftari të etur dhe trim. Do me thonë, unë du hasëm, po du hasëm trim, nuk du hasëm të dobët. Ai që mvret, tjetë burr trim. Vazhdon dhe thot radhiyallahu ta'ala anhu, që të godet për vdekje, kur të godet për vdekje, me një shtis që dëpërton në mesin e mëlçis, që të thuhet, ai thot, që të thuhet kur kalojmë pranvarit tim, nëse vjen dita, që ju të kalonin trojet ku ne do të luftojmë, që të thuhet kur kalojmë pranvarin tim, Allahu e udhëzoft këtë luftar, ose Allahu i pat dhënë udhëzim këtij luftari, vërtet ai ishte i udhëzuar, do me thënë vërtet Allahu e pat çuar në vendin e duhur. Dhe vargje të ndryshme me cilat ai tregonte dëshirën për shahidllëkun e tij radhiyallahu ta'ala anhu. Më pas erdhi tek i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam dhe në pranitë e tij po i thur disa vargje dhe thot: Fathabbata Allahu ma ataka min husnin tathbita Musa wa nasran kalladhi nusiru. Thot Allahu xhalla xjalaluhu e forcoft atë mirë që ta ka dhënë, sikur se forcoi Musën dhe ata të cilët ishin me atë me ndihmë, Allahu i ka forcu dhe i ka ndihmu. Inni tafarrastu fika al-khayra a'rifuhu, thot unë kam pa me sytë e zemrës tek ti mirësi. Unë kam pa me sytë e zemrës tek ti mirësi. Wallahu ya'lamu anna ma khanani al-basaru, dhe Allahu e din që sytë e mi ose shikimi im nuk është u gabu. E kam pa tek ti mirësin dhe Allahu e din që kjo nuk është gabim. Anta ar-rasulu wa man yuhramu shafa'atu, ti je pejgamberi i Allahut, edhe ai të cilit i është ndaluar shefati yt, atij të cilit nuk i jepet shefati yt, këtij njeriu nuk i është dhënë asnjë mirësi. Pastaj pejgamberi i Allahut sallallahu alaihi wasallam e shikoi Ibn Rawahan dhe po i thot: Wa anta fathabbataka Allah ibn Rawaha. E ty Allahu të forcoft o Ibn Rawaha. Kjo është përgjigjja e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Më pas del pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam dhe përcjell ushtrinë në tërësi, megjithatë do të jep porosi për një pjesë të ushtrisë. Sepse ne jemi tu fol në rrethana ku ke përpara teje 3000 ushtar. Këto 3000 ushtar nuk mund secili të flet me pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam. As nuk ka mundësi që ai të flet dhe gjithë dëgjojnë. Kështu që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam do të veçojë një pjesë të ushtrisë, komandën, të cilët do t'i porosit. Dhe ata të cilët dëgjojnë nga pjesa e prapme, dëgjon kush dëgjon, nuk dëgjon kush nuk dëgjon. Sepse ata që e marrin porosin janë udhëheqësia e ushtrisë, të cilën e dërgon pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Dhe ky hadith i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam shënon në mënyrë të prerë një tekst mbi të cilin ndërtohet morali ushtarak i çdo një ushtrie që ka ardhur pas pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë ne jemi musliman. Kjo është morali i çdo ushtrie, e cila thot ne jemi pasues të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam: Usikum bi taqwallah, ju porosis që t'jeni devotshëm. Takvallëk. Takvallëku ne kena definau shumë herë. A mund dikush të më thosë çfarë do me thonë takvallëku? Po, vërnavra. Takvallëk do me thonë
të dëgjej Allahu aty ku të ka dërku dhe mos të dëgjej aty ku e ka dërku. Bravo. Kjo është takvalloku. Të dëgjej Allahu aty ku të ka kërku, aty ku të ka urdhru, aty ku të ka udhëzu dhe të mos të dëgjej në gjëra që i ka ndalu. Kanë thënë disa prej dietarëve, takvalloku është në formë tjetër, vetëm do me thonë riformulim të njëjtës gjë, është zbatimi i asaj që Allahu ka urdhru dhe largimi nga ajo që Allahu ka ndalu, ose të bësh mes teje dhe dënimit të Allahut barierë. Kjo është takvalloku. Thot i dërguari Allahut alayhi salatu wasallam, usikum bi taqwallah. Kjo është sendi i parë, Allah. Jetu shku në xhihad me armë, takvalloku. Jetu shku në xhihad me gjuhë, takvalloku. Jetu shku në xhihad me pasuri, takvalloku. Jetu shku në kërkim të diturisë, takvalloku. Jetu punu në një shef, në një pronar të biznesit ku punosh, takvalloku. Kjo është kapitali më i madh i besimtarëve. Usiku bi taqwallah. Ju porosis që t'jeni devotshëm. Më pas thot, wa biman ma'akum min al-muslimina khaira. Dhe ju porosis që të silleni me muslimanët që janë me ju me mirësi. O vëlla, ti je të shku me 3000 veta. Po shkumja jote deri atje shkon ditë e net të shumta. Dhe kjo do sabër. Çdo udhtim, sidomos ai i cili ka udhtuar me shoqni, në një numër të madh të ditëve e din se udhtimi në shoqëri don sabër. Se ti sheh nga shoku yt gjëra të cilat nuk i sheh kur je në vendin tënd. Se ti nuk e di ai si fle, ti nuk e di si çohet, kur çohet, adetet kur fle, kur çohet, të gjitha këto janë të reja për ty. Dhe adetet tua janë të reja për atë. Dhe këto rrethana duan sabër. Andaj ju thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam, edhe të silleni mirë me muslimanë që janë me ju. Sillu mirë, vëlla. Nuk është e shkumja vetëm se jam pjesëtar i kësaj ushtrie, u kry puna. Unë jam i amnestuar nga mëkatet dhe gjunat ja. Sillu mirë me vëllezërit tu. Dhe kjo është prej formave më të mëdha të mishërimit të takvallokut. Dhe është prej gjërave të cilat neve sot shumë na mungojnë. Vlla jon musliman, falet që 25 vjet, e shohim se jep sadaka këtu atje, e shohim se sakrifikon këtu atje, megjithatë gjuhën e ka përmbi muslimant si shpatë të mpret. Megjithatë, një buzëqeshje njëherë nuk ja sheh ndaj muslimanëve, edhe pse jep për muslimant, sakrifikon forma ndryshme për muslimant, ama në pamje të tij nuk e sheh këtë ndaj muslimanëve. Mirësia ndaj muslimanëve fillimisht duket në sjelljet e vogla, më pas në sjelljet e mëdha. Gjërat e vogla si buzëqeshja. Buzëqeshja në fytyrën e vllaut tënd është sadaka. Ka sadaka më të mirë, sidomos në këtë kohë ku njerëzit vujnë nga kriza të ndryshme mentale dhe nga gjendje të rrezikshme depresive. Ti buzëqeshish njeriu. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam u thekson këtë gjë muslimanëve një herë pas takvalloku. Takvalloku më pas sjellja e mirë ndaj muslimanëve. Vazhdon dhe thotë alayhi salatu wasallam: "Ughzu bismillah", luftoni në emër të Allahut. Lufta e muslimanit, jeta e tij, namazi i tij, adhurimi i tij, çdo lloj ibadeti i tij dhe xhihadi i tij, do të thënë lufta e tij, e gjitha është në emër të Allahut xhella xhelaluhu. Madje çdo luftë e muslimanit jashtë atë kësaj, çka quhet në emër të Allahut xhella xhelaluhu, nuk është luftë që na lypet neve, nuk është luftë me cilën ne krenohemi. Përkundrazi, mund të dënohemi dhe mund të qortohemi për të. Ughzu bismillah, lufton në emër të Allahut xhella xhelaluhu në atë që Allahu është i kënaqur me atë punë. Ughzu bismillahi, luftoni në emër të Allahut dhe luftoni armikun e Allahut dhe armikun tuaj në Sham. Sa ai që ka dalë kundër pejgamberit Allahut, ai është armiku i Allahut alayhi salatu wasallam. Dhe luftoni armikun tuaj në Sham. Më pas i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po ju tregon për një gjendje e cila mund të jetë e re për shumë prej sahabeve. Se disa prej sahabeve nuk është se kanë dalë jashtë Medinës shumë. Nuk është se dinë traditat, adetet dhe rrethanat e vendit ku janë nis. Atje ka tjetër shtet, atje ka tjetër kultur, atje ka tjetër fe. Nuk është feja e njerëzve të Medinës dhe të Mekës. Janë rrethana krejtësisht ndryshe. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po a thekson këtë gjë dhe po ju thot atyre. Atje thot, do të gjeni burra që janë izoluar në për manastire. Burra do me thonë murg, që janë mbyllur në për manastire në vendet largëta. Por ama thot, ato mos i prekni.
to murgjët që janë mbyllë për manastire, nuk keni drejt t'i prekni. Po ai ka fe tjetër, nuk e ka fen ton, hani. Ai ka fe tjetër e mba fen e tij. Ne nuk kemi leje që t'i prekim ata. E kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikur ju thot sahabeve që lufta jon kundër tyre nuk është për faktin që ata janë të një fe të caktuar, po lufta jon kundër tyre është për diçka tjetër. Më pas thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, këto janë grupe e parë. Këto përjashtohen nga lufta jon dhe nuk i prekim. Njëherë përmendën një grup tjetër. Vazhdon dhe thot alihi salatu wasalam, dhe do të gjeni të tjerë që djalli ka bërë fole mbi kokat e tyre. Kjo është formë metaforike përmes së cilës tregohet se do njerëz ja kanë bë kokën e tyre, ja kanë dhënë djallit shejtanit pa qira. E ai ka bën çerdhe ose fole mbi kokat e tyre. Ai udhëhet si don. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po ju thot sahabeve që çdo nxitës të ideologjive shkatruese, që çdo nxitës të fesatit dhe çrregullimit dhe luftës, këta duhet vriten. Këto nuk janë si të parët. Këto nuk janë si këto të cilët janë nëpër manastire. Dhe po të gjeni prej këtyre, thot pejgamberi Allahut alaihi salatu wassalam, atëherë këta të dytët, këto çajini me shpatë, do me thonë vritni. Më pas thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, mos vritni as një grua, as një fëmijë, as të moshuar të shtyrë në mosh, mos prisni as një pemë dhe mos shkatroni palma dhe mos rënoni shtëpi. E kuptuat këto konventat ndërkombëtare dhe konventet e Gjenevës? Konventa e Gjenevës është bërë pas luftës dytë botërore. Kur bota perëndimore ka hyrë dhe ka shkatruar mes vete, çka ka gjetë përpara tyre. Dhe kanë thonë që mos të përsëritet e njëjti skenar, e bëjmë një konvent ku ne nuk deprekim infrastrukturë, ku ne nuk do të vrasim civil, pasi janë vrarë pas luftës parë dhe dytës me miliona civil të pafajshëm, kanë thonë ne do të vim dhe do të bëjmë konvent në të cilën ne do të ndalojmë vrasjen e civilëve. Këtë gjë neve na e ka regjistruar i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam para 1450 viteve. Dhe këtë ne nuk e bëjmë nga frika e konventave dhe mos na zënë gjykata ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Ja, këtë e bëjmë nga frika Allahu xhelle xhelalu. Dhe se ne e besojmë këtë. Ne besojmë se është haram të vrasësh fëmijë, e gra, e njerëz të pafajshëm. Është e ndaluar te ne. Madje ky tekst, kjo thënie e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam kalon për te shpirtit njerëzor. Andaj thot mos pritni pemë, as mos i pritni hurmat, duke treguar se hurma në atë kohë, po edhe sot tek kësaj dite, në Arabinë asaj kohe kishte një pozitë veçantë. Andaj i përmend gjitha pemët me një anë dhe hurmën me një anë tjetër, se ish prej resurseve të jetës së arabëve të asaj kohe. As pemët e as hurmat mos i prishni, po as shtëpi mos rënoni, sepse ne nuk kemi për qëllim që të dëbojmë popullat e këtyre vendeve nga vendet e tyre. Për këtë shkak, kur shkuan sahabet, tash luftojnë ato në Mu'te kundër betejës së Bizantës. Mirë, po pas disa viteve, pas një dekade parafërsisht ose më pak, do të shkojnë të luftojnë perandorin tjetër, ajo perandoria persiane. Dhe komandanti i persianëve do ta pyet sahabijun, ma akhrajakum min biladikum? Çfarë ju nxori juve nga vendet tua? Pse keni ardhur deri këtu? As ju mjafton juve nga dishulli arabik? Po ju sini numërini shumë pak. Pse keni dalë deri këtu? Ka thoni japim secilit prej ushtarëve tuaj nga një dinar ari dhe kthehuni mbrapa. Edhe vini vitin e ardhshëm përsëri ju japim nga 1 dinar. Ka thonë ky sahabja, ajo që na ka nxjerr neve nga vendi ynë drejt vendit tuaj është që t'i nxjerrim njerëzit nga robëria ndaj njerëzve në robëri ndaj Zotit njerëzve. Ti a mendon se është çështje materialiste kjo? A mendon se është çështje politike? A mendon se është luftë për mbisundim edhe pushtet? Kjo nuk është ajo që bëjmë ne. Ajo që bëjmë ne është hapja e vizionit të kuptuarit të realitetit të njerëzve pse ekzistojnë këtë dynjë. Kjo është. Kemi ardhur që t'i nxjerrim njerëzit nga robëria ndaj njerëzve në robëri ndaj Zotit të njerëzve xhella xhelaluhu. Dhe këtë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po ua formulon në formë tjetër. Andaj mos vra as fëmijë, as gra, as pleq, as murg, as mos prish, as mos shkatro. E merre këtë. Dhe
bën një paralele me luftat e sotme që bëhen në dynja me konventat që i kemi ndërkombëtar dhe sa respektohen ato sot. Dhe shih Gazën për shembull, ku këmbet pemët, ku këmbet macat, ku këmbet kafshët, mos flasim për njerëzit. Sepse njerëzit tek ata nuk kanë asnjë vlerë. Mos flasim për infrastrukturën, o vëlla. Sepse shkatrimi i infrastrukturës është në formë sistematike. Sikur është të shkruar tek ata, shkatroje infrastrukturën e çdo vendi të cilin e lufton. Tek ne është ashtu. Për këtë shkak vëllezër, shiko vendet të cilat i kanë çliruar muslimanët dhe çka ka mbet nga qytetrimet e popujve të mëparshëm në vendet e muslimanëve. Shko në Jordaninë e sotme dhe shihe qytetrimin e romakëve. Në çdo qytet të Shamit dhe të Jordanisë së sotme do të gjesh gjurmë të qytetrimit romakëve dhe bizantinëve. Sepse muslimanët nuk e kanë pat në mendimin e tyre se ne duhet shkatrojmë për të ndërtuar mbi rënima. Ja, ne ndërtojmë nga vendi ose nga pozita që gjejmë. Nëse mund të rindërtohet diçka. Ne kemi ardhur të përmirësojmë dhe të ndërtojmë, jo të shkatrojmë, pa të ndërtojmë. Dhe shikoj nga ana tjetër vendet të cilat kanë qenë në udhëhecinë e muslimanëve dhe i ka marrë dikush tjetër. Dhe shih ku është qytetrimi ynë në ato vende. Shih qytetrimin ton në Andaluzinë, në të cilën e kanë pat muslimanët 6-7 shekuj. Çka ka mbet nga qytetrimi i muslimanëve atje? Se në mënyrë sistematike është shkatruar çdo gjë të cilën e kanë ndërtuar muslimanët për një periudhë të gjatë kohore. Dhe ky është dallimi i atyre që besojnë në Allahun dhe pasojnë të dërguarin e tij, alayhi salatu wasalam, dhe dallimi i atyre të cilët bëjnë konventa, por jo për ata. I bëjnë konventat për popull të tjerë, jo kur të jenë ata vetë në luftë. Kështu që i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam do të dërgojë këtë ushtri me këtë porosi. Ju jeni të shku për spari herë me gjithë këtë numër, me gjithat këtë gjë ta keni parasysh. Është transmetuar vëllezër nga disa rrugë transmetimi që kanë një lloj dobësie në transmetim dhe këtë thjesht e paraqes vetëm si amanet. Megjithatë sikur këto rrugët forcojnë njëra tjetrën dhe tregojnë që ky rast me të vërtetë ka ndodhur. Ajo është vonesa Abdullah ibn Rawahës. Që këtë Abdullahun që e përmendëm pak më herë. Ai nuk kishte dalë atë mëngjes me pjesën tjetër të ushtrisë. Ku ka mbet? Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e sheh Abdullah ibn Rawahën në Medinë afër xhamisë dhe po i thot: "Ibn Rawah, çka të ka pengu dalish me tjerët? Ti je komandant, e kupton? Ushtria ka shkuti, ka thonë ja Rasulullah. Kisha qejf ta fali xhuman sot me ty. Ka qenë ditë e xhuman. Andaj kisha qejf të jem namazin e xhuman sot me ty." Edhe kjo ndjenje sahabijut është e kuptueshme. As njëri pineva, as kishte qejf ta fale një xhuman me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Të gjithë ne, edhe pse ai ka fal shumë xhumaja, megjithatë, ndoshta jemi të shku në luftë, e ndoshta nuk kthehem. Kështu që thot kisha qejf ta fali një xhuman me ty ja Rasulullah. E i thot pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam: "Law anfaqta ma fil ardi ma adrakta fadla ghadwatihim." Po që se shpenzon çka ka në dynja, gjithë ta japësh, se ne merr shpërblimin e daljes atyre që dulen sabah. Pse o vëllezër? Se është urdhri i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam që dalesh me ata. Xhumaja, kjo ndjenjë subjektive jotja dhe qefi për qenë me pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam është diçka tjetër. Ama urdhri i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe si prijesi i muslimanëve është diçka tjetër. Dhe kjo e dini sa vlen sot për ne? Sot ne gjejmë vëllezërit tanë të cilët thurin vargje për pejgamberin Allahut alayhi salatu wasallam, në për rrjete sociale, në për libra, në për shkrime, në për gazeta, në për ku ta di çfarë. Thur vargje natë e ditë dhe kur i lexon të rënqethet lëkura dhe të lotojnë syt, po ky vetë s'falet Allah. Ja Allah. Po ku mbet urdhri i Allahut dhe pejgamberit të tij alayhi salatu wasallam për t'u fal, për të pasur rrugën e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Law anfaqta ma fil ard, po që se shpenzove çka ka në tokë, nuk kishe marrë shpërblimin atyre që dolën sabah. Ata shkoj shpërblimi o vëlla. Dhe u shkel urdhri i dërguarit Allahut alayhi salatu wasallam. Ibn Rawaha fali xhuman dhe shkoi. Ama shpërblimi atyre që dolën fillim humbi. Andaj ne sot humbim shumë shpërblime me shumë muhabet,
po pak vepra. Se me vepra ndiqet rruga e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, përpara se të ndiqet me kalim edhe me fjalë. Del ushtria dhe pas disa ditëve arrin në një qytet që quhet Ma'an. Dhe në këtë vend sikur ju vjen atyre lajmi se ju jeni nis me 3000 burra, ama përballë jush nuk janë 3000, as 10.000. Përballë jush do të jetë një ushtri cilën ju se keni paramenduar asnjëherë. Andaj atyre ju vjen lajmi se përballë atyne është ushtria e përbërë nga një numër i madh i fisëve arabëve të veriut që përbën diku 100.000 ushtarë. Dhe sahabet ndalen. Më pas ju vjen lajmi se Herakleu po i përforcon këto radhët me 100.000 tjerë. Dhe kështu bën 200.000. Dhe sahabet ndalen. Diskutojnë, ati dërgojmë letër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe të presin përgjigje prej tij, apo të bëjmë ndonjë lëvizje taktike, por nuk përmendet si opcion tërheqje. Dhe mbas 2 ditëve vjen Abdullah ibn Rawaha dhe mban një fjalim përpara muslimanëve. Dhe ju thot atyre disa fjalë madhështor. Ibn Rawaha radhiyallahu ta'ala anhu i nxit sahabet dhe i lajmëron ato ose i rikujton ato se dalja jon kundër tyre nuk është me numër as me përgatitje. Dalja jon kundër tyre është me iman. Dhe ajo që është përpara nesh është ajo të cilën ne urrejmë, ama plot prej nesh këndal për atë. Çfarë është ajo? Shahidllëku. Andaj sahabet nxiten nga fjalët e tija dhe vendosin të ecin përpara. Për këtë shkak, Ibn Kathiri kur e ka përmend këtë gjë në tefsirin e tij ka thënë kështu vëllezër. Sahabet e pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam në çështjen e trimërisë, 3 gjëra ka përmend. Në çështjen e trimërisë, zbatimit të urdhit të Allahut dhe pasimit të asaj që ai udhzoi, kishin diçka që nuk e kishte askush prej popujve dhe brezave përpara tyre. Dhe nuk do ta ketë askush prej brezave pas sahabëve të pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ata me bereqetin e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe bindjen ndaj tij në atë që ai urdhroi, çliruan zemrat dhe çliruan rajonet. Përpara se çlirojsh tokën, çliro zemrat e njerëzve, që njerëzit jenë me ty. Ata çliruan zemrat dhe çliruan tokën. Thot në lindjen perëndim në një kohë shumë të shkurtër, me gjithë numrin e tyre të vogël. Thot dhe këtë krahasoje me numrin e madh të ushtrive të rajoneve tjera të parafërta. Dhe ai sjell shembuj, Bizantët, Persianët, Turqët, Slavët. Slavët toni ka përmend Ibn Kathiri. Ka thënë këto kanë pat ushtri të forta. Ushtria bizantine dhe persianin kryet këtyre ushtrive. Thot Bizantët, Persianët, Turqët, Slavët, Berberët, Etiopianët, zezak të rasave të ndryshme ose të llojeve të ndryshme, koptët dhe fiseve tjera të bijve të Ademit, merri këto, krahasoj me sahabet dhe arritjet e tyre për një periudhë të shkurt, asnjë popull nuk ka arrit atë që kanë arrit sahabet, se i kanë pat 3 gjëra, të cilat i përmendi Ibn Kathiri në fillim. Thot rahimahullah, ata i thyen të gjithë derisa u lartësua fjala e Allahut dhe feja e tij triumfoi përmbi gjithë fe tjera dhe shtetet islame ushtrin në lindje dhe në perëndim të tokës në më pak se 30 vjet. 30 vjet, gjysma e planetit ka qenë dorë të muslimanëve. E shihni këto 3000 burra. Këto janë ajo e cila ka thyer portën e daljes së muslimanëve ka veriu. Ç'kjo ushtri? Po përpara asaj ka pat një portë madhe përbërë prej 200.000 burrave. Dhe ajo është dash thyhet, më pas musliman brenda 25 deri 30 vjet ta marrin gjysën e dynjas në duart e tyre. Në detaje tjera të kësaj betejë, inshallah flasim në gjërat e ardhshme. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.